Përshëndetje edhe në këtë episod të podcastit Vox Politics. Unë jam Edlira Çepani dhe ju uroj mirëseardhjen në këtë hapësirë që në fakt ja kemi dedikuar vajzave dhe grave në politik. Me arsyen për t'ju dhënë një zë më shumë, për t'ju dhënë një mundësi më shumë, për të shpalosur profesionalitetin e tyre, karrierën e tyre, personalitetin e tyre, por edhe për të folur pak për politikën ndryshe, për atë politikë të cilën shpeshherë ne nuk e shohim në media, sepse vajzat e gratë në politikë, në bazë të gjitha studimeve, kanë më pak zë dhe më pak akses në media. Edhe pikërisht prandaj kemi menduar të krijojmë këtë hapësirë për të dhënë atyre më shumë zë, për të dhënë më shumë mundësi për të folur për gjitha ato kauza dhe ato zëra të cilat sjellin në politikën shqiptare. Së bashku me të mrekullueshmen Aurora Sulçe. Përshëndetje Edlira, përshëndetje. Ne do të diskutojmë sot me një personazh shumë të dashur të politikës shqiptare, e cila ashtu siç ka hyrë në politikë, ashtu edhe sjell çdo ditë të karrierës së saj dhe ka qenë një ndihmës dhe një mbështetje e madhe për gjithë ato gra dhe vajza të cilat në fakt nuk kanë pasur një zë. Aurora, si e kemi podcastin sot? Të ëmbël? Apo sot e kemi me sherbet. Sepse kush e je zonjë Nora Malaj, unë i them zysha. Dhe janë të shumë të ata cilët i flasin i thonë zysha, jo për shkak të numrit të madh të studentëve që kanë nxjerr, por edhe të respektit që t'imponon, jo me ngritjen e zërit, por me butësi, me ëmbëlsi, me buzëqeshje, pavarësisht se si mund t'jetë dita, mund t'jetë edhe me shi, mund t'jetë edhe ngrysur, të zysh Nora gjen gjithmonë buzëqeshje. Kështu zysh Nora mirë se erdhe. Më përkëdhelet aq shumë sa që nuk e di më skuqet e meritoj apo jo gjithë të vlerësim, po unë jam shumë fatlume që jam mes ju të dyjave, që jeni dy personalitete secila në fushën e saj, që keni bërë rritjen tuaj jo thjesht, që keni kaluar kalvar mundimesh, keni kaluar beteja të forta, beteja dhe sfida që i bëjnë gratë, ndoshta dhe më të forta, po pse jo edhe më empatike në kauzat që trajtojnë, dhe besoj që ne së bashku këtu sot do japim jo vetëm eksperiencën time modeste, por edhe disa ndoshta këshilla për të gjithë ata që duan të hinë në politikë ndryshe, sidomos kur flasim për vajzat dhe gratë, që nuk e kanë patur të lehtë rrugtimin, që mekanizmat ja u kanë bërë disi të lehtë rrugtimin, po midis rrugtimit, personalitetit dhe profesionalizmit, duhet të bëjnë një diell të madh që më pas të jenë mirë me veten dhe kur ta mbyllur të cikël fundor që është politika. Me që jemi këtu të politika dhe të arsyeja për cilën hyet në politikë. Ju keni qenë gjithmonë një pedagoge nderuar, angazhuar edhe në shoqërinë civile në të gjitha mënyrat, ishit shumë mirë. Politika është një sektor i vështirë në cilën shumë pak njerëz kanë guximin për të hyrë. Pse morët vendimin për të hyrë në politikë dhe cila ishte një nga arsyet kryesore? Historia i hyrjes sime në politikë është si historia atyre që të marrin në valle dhe të thonë në fillim të fusin në valle dhe ti thua se po kërcej. Pastaj duhet japësh shumë, është bukur, po. Pastaj duhet japësh fiks shumë që të dalësh nga kjo. Në fakt nuk ka qenë rastësi hyrja ime në politikë, unë kam hyrë në periudhën më të vështirë 98-ën. 98-ën atëherë kur pakush mund ta mendonte që domeni politik ishte i grave, ku ishte një situatë shumë e vështirë dhe më kujtohet sidomos klima ishte fiks dhe më kujtohet atëherë unë punoja në gjimnaz, jepja letërsi dhe shkoja në televizionin publik shqiptar dhe bëja emisionin për maturën shtetërore, për maturantët e asaj kohe, sepse u mbyll shkolla. Në mes të plumbave nuk e kuptoja që binim plumbat, nuk e di pse më duket sikur ato ishin kështu, jo plumba të vërtet, dhe nuk brenda idealizmit dhe dëshirës për të bërë dy gjëra, arrita që të gjithë studentët, maturantët e asaj kohe, më mbajnë mend shumë mirë. Dhe kjo është dhe arsyeja që sot mbas 30 viteve quhem zyshnora. Për arsye se brezat nxorën brezat dhe unë ngela në mendjen e tyre për të gjithë gjërave që kanë bërë, ngela si zysha. Dhe kjo më ka shkuar mirë dhe është një titull, mendoj unë. Nuk është më profesion, është titull për pozicionin. Është influencuesi më i madh që ka njeriu. Po, është tamam Në epokën e influencers, po unë them gjithmonë që influencerat më të rëndësishëm
për jetën e njeriu të mësuesit. Aq më tepër që ka influencon ti e mban mend për të jetën. Dhe aq më tepër sot që figura e mësuesit është zbekur fatkeqësisht edhe vështirë që ka modele të mira dhe po tash prindrit tan apo më të rriturit se ne gjithmonë se zysha ime apo si profesori im dhe gjithmonë është kjo e modeleve të mira që i krahasojmë gjithmonë me të shkuarin, por që fatkeqësisht kemi gjithmonë më të pakt sot. Këtë e djeva kur shkolla për atë më larg se sa dje në policinë e shtetit, do bënim një takim me ato vajzat police në kuadër për ta parë qasjen e vajzave në polici ndryshe se kanë thyer një barierë. Dhe atë takoi drejtoreshën e kuadrit që për herë të parë është një vajzë, një grua, dhe ajo kur para se të më shihte, kur i thanë se kush do shkoj për t'u takuar, ai tha, kjo është zysha ime që e kam patur 4 vjet të gjimnazi. Dhe pata një feeling shumë më të fortë se sa thjesht ai takimi një administratës apo një. Dhe krenari besoj për sigurisht. E teksa në 97 mua u thira nga profesor Dragoti, se kam filluar karrierën tim ka Aleanca Demokratike. Për të dhënë një dorë te profesor Dragoti dhe Ceka për programin e arsimit, atje unë pa dashur ngeca, prandaj thash se puna valles. Doja të jepja një kontributimin. Dhe pastaj në 2002, kur unë kalova në Komitetin e Shanseve të Barabarta, pra në drejtimin e politikave gjinore dhe hartuan për herë të parë ligjin e integrimit gjinor, jo të kuotës gjinore, që ishte në 2002, dhe bëm me OSBE-n atëherë dhe mbaj mend nuk ka qenë thjesht për mua, ka qenë shumë e vështirë se dhe organizatat e grave kishin ato problemet të tyra, shumë të vështira për të bërë bashk, nuk besonin ke unë, mendonin që unë isha ajo zysha që po kaloja tani në një sektor tjetër, dhe nuk kuptonin që njeriu rritet dhe në mëritjen e tij, ajo që e bën që të jetë gjithmonë i ri, i freskët, nuk është bërja e rregullimit të fytyrës, por është edukimi dhe mësimi i shpirtit, që do të thotë, kam sfiduar shumë gjëra, kam mësuar shumë gjëra dhe them prap di shumë pak në raport edhe me ju për kohën e teknologjisë e për modelet. Dhe atëherë në 2002 kur ndërtuam ligjin, mua më duk amorale që unë që ndërtova ligjin për të nxitur gratë në politikë, të mos isha pjesë e politikës frontale, ballore. Dhe ky ishte një motiv shumë i fortë që më bëri në idealizmin tim, dhe megjithëse që thuhet që idealistët janë tragjik, unë mendoj që nuk kam qenë tragjike, po kam qenë shumë konstruktive në vendimarrjet dhe në sfidat që nuk kanë qenë të lehta, po kanë qenë shumë të vështira. Janë specie në zhdukje, do të thosha unë. Është vërtet, por janë akoma shumë. Vetëm gjëja që unë mendoj se ka ndryshuar është në atë kohë se më ngacmoj pak zysha, se tash po të themi gjithë zysha. Në atë kohë futeshin në politikë intelektualet. Sot intelektualet i ikin politikës, janë të friksuar nga politika, nuk reagojnë, domethënë janë në një farë mënyre të tërhequr nga jo vetëm nga politika, po ndonjëherë edhe nga reagimi publik. Çka ka ndryshuar, Lora? Janë vrarë gjatë rrugës, çka ka ndryshuar? Se unë bëjmë një politikë plot në intelektual në pikërisht në atë kohë, ne ishim akoma shumë të vegjël. Pas 90-s parlamentet e parë kanë qenë me parlamentet e parë, 2 parlamentet e parë pas 90-s kanë qenë. Unë më ka rastisur ti mësoj kur fillova gazetarinë emrat dhe kanë qenë të mrekullueshëm. Sot është shumë e vështirë. Të gjesh ekonomist të mirë, të gjesh specialist, profesionist nga fusha, do me thënë, është e vështirë, prandaj tash është po jo në ato nivele, jo. Perspektimin e përgjithshëm sikur i kanë Mendoj që kanë ndryshuar kohrat, qasjet dhe interesat. Mendoj që ne jemi produkt i kohës ku kemi lindur, i dëshirave tona, po dhe i dëshirave të shoqërisë ku aderojmë. Mbas viteve 90, të gjithë kishin dëshirë që të prishin atë që quhet sistemi diktaturës dhe kishin shumë shpresë. Kishin shumë shpresë dhe menduan që pjesa më e madhe i takonte intelektualizmit dhe studentëve, 2 kategorive shumë të rëndësishme, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër po shikonin që ta hapi bota, duhet dhe ne të vendosim rregullat e botës. Ne ishim shumë genuin në të gjithë raportin, dhe duhet kuptojmë një gjë që kur hapen dyert, nuk vijnë vetëm të mirat. Në fillim vijnë problemet, pastaj vijnë të mirat.
po ne ishim shumë të pavaksinuar nga kjo lloj situate dhe në një mënyrë apo në një tjetër duke filluar shtresa intelektuale që për fatin e keq sot janë prishur stresëzimet sociale. Sot nuk kemi më stres dhe duke mos patur stres, secili kërcet ke muri i tij dhe do të identifikohet, por nuk di ku të identifikohet, atëre të gjithë ne menduam që ato ndryshime të mëdha që ndodhen, ai revolucion ku brenda kërkonte edhe një evolucion mendimi, nuk mund ta jepnin vetëm studentët që ishin rishtarët e parë, por që ndoshta në idenë e tyre të donin lirinë, por nuk e kuptonin se ç'është liria, se dhe liria me bollëk të prishpun, ashtu se dhe liria e kufizuar është prishpun, sipas shprehjes latine që thuhet, çdo gjë që e kalon masën kthehet në të kundërtën e saj, dhe mendoj që pikërisht në atë moment intelektualët kishin rolin e tyre të çonin këtë shoqëri në një qasje tjetër të një rendi të ri, i cili për ne ishte rendi i frikshëm, po që ne nuk e kuptonim dot. Ndërkohë që ne nuk ishim bërë as revolucion seksual, as evolucion intelektual, as raporte, po ndërkohë ishim njerëz që punonim shumë, që kishim parime, që kishim familjen, që familjen e vlerësonim shumë, dhe që në këtë moment rrafët shoqëror ndikonin shumë ke ne. Pra ne nuk ishim mësuar me pluriparti, kishim një parti, dhe kjo një parti ishe identifikuar brenda qenies njerëzore, si puna ishte hequr besimi dhe besimi ishte futur ke partia. Duke ndryshuar të dy këto valenca, që të fitosh besimin do kohë. Dhe koha që mori, mendoj unë ne do ta kishim shumë më të mirë pamjen sot, në qoftë se pika fundore që na ka prishur punë është ajo që unë quaj tranzicionin e të zgjatur. Të gjithë impakti sotëm është zhbërja e sistemeve të rrafsheve sociale, zhbërja e vlerës organike të intelektualit, krijimi i pseudo-intelektualizmit, se intelektual, thot Habermasi, nuk është njeriu që mbaron një shkollë, është ai që merr një kauzë dhe për të shkollave e çon këtë kauzë deri në fund, dhe ne shikojmë që kauzat që kanë marrë njerëzit janë kauza minimaliste, të cilat janë puntuar me ndikime nga jashtë, po duhet ta kesh të brendshme, prandaj të gjithë donatorët kur të japin një projekt thonë sa do t'i qëndrojë projekti. Pra, unë të mësoj modelin, po nëse ti nuk i qëndron projektit, tregon që ti ke ndërtuar një kështjell në rër. Cila është kauza e Norës në politikë? Çdo politikan ka një katë betejë vetin ose të paktën edhe në një sektor. Cila ka qenë kauza jote kryesore? Ju e dini shumë mirë që unë e kam mbyllur ciklin fundor të politikës ballore. Dhe tani kam dëshirë të kthehem pikërisht në të 28 vitet e mia në politik, të jap gjithë eksperiencën time dhe të kthehem një mentore mirë e politikaneve dhe politikanëve të rinj. Dhe mendoj që ka shumë vend për rregullim dhe atë kam pritur shumë, me shumë dëshirë, që të shikoj një të folur tjetër, një qasje tjetër, një diskurs tjetër, po dhe një debat tjetër, dhe në jem shumë e keq ardhur, që deri tani të rinjt, kampamjen e të rinjve, po mendimet e tyre janë aq shumë si përfaqësore, sa që nuk motivojnë edhe të rinj. Kauza ime ka qenë është dhe do të mbetet qasja e problemeve sociale për zgjidhjen nëpërmjet politikës. Dhe po ta shikoni, unë nuk kam qenë politikane agresive, po kam qenë më agresive se agresivet, nuk kam ngritur zërin, ndonjëherë edhe në një situatë vështirë mund të ketë ndodhur, po kam qenë shumë e vetë kontrolluar, për arsye se kam bërë politika të forta sociale, po duke i veshur në petkun politik. Ne kemi një problem shumë të madh, se kemi edukuar popullatën tonë me agresivitetin politik dhe jo me informacionin dhe me diskursin politik, ose me debatin konstruktiv politik. Kjo vjen për faktin tjetër, se dhe familja sot i ka prishur raportet brenda saj, dhe sot nuk kemi më diskutime apo debate me opinione të ndryshme. Sot kemi urdhra, unë jam prindi t'i bëje, unë jam më i rrituri t'i bëje, unë jam ai që t'kam dhënë paranë dhe t'i bëje, dhe ndërkohë duke u rritur grupet e interesit marrin modelin
e politikanit dhe bëjnë modelin e tyre më të keq. Një nga këshillat që ju kam thënë studentëve dhe ja u jap edhe tani është, ju lutem mos më kopjoni, se tek ju dal modeli keq. Ju qëndroni vetvetja dhe më vidhni gjithçka të mirë që un kam për ta tashuar praj vetes tuaj. Kjo është dhe këshilla parë që do t'i jepja politikanëve të rinj, të mos kopjojnë të vjetrit, të ndryshkojnë diskursin e diskutimit, ta bëjnë ashtu genuin, të qetë, të thjesht, të pastërt, edhe po t'i thonë që janë naiv. Le mos guxojnë që shiko debati im do t'jetë se është debati më i lartë me kryeministrin e vendit. Kryeministrat janë të sofistikuar, asnjëherë nuk tregojnë atë çfarë ndodh në prapasken. Tregojnë atë që duan të t'japin. Kurse ti tregohu i vërtet se në rrugtim, në ato pengesat, do të kuptosh sa bukur do rritesh dhe do kuptosh se sa e rëndësishme është ajo që ti përzjedh. Zysha, ju keni sjellë një model ndryshe, ku keni gjithmonë e buzëqeshur përballë shumicës së grave në parlament, po i them të gjithave, edhe në politik, jo vetëm parlament, që kanë qenë me një gjuhë të ashpër, që kanë kopjuar gjinin maskullore. Unë kam thënë diku tjetër që Jungu ka thënë kjo është përmbushje e profecisë vetjake, domethënë ti sillesh siç unë kam pritshmërit që ti të sillesh. Ndoshta kanë gjetë si formën më të lehtë për të arritur ambicet e tyre, për të realizuar pavarësisht sakrificës buzëqeshjes. Por ju keni sjellë një model ndryshe. Do të thotë që në këtë drejtim unë po shkoj në një përfundim logjik ekonomik. Që është faj grave, sepse ju jep në modelin që me buzëqeshje ja keni dalë. Edhe me butësia keni dalë. Këto gra që synojnë agresivitetin, presuppozohet është faj tyre, se është deduksion logjik. Jo, normalisht është edhe një çik me edhe çështje e karakteri, ëh. Prandaj thash për deduksion logjik që përderisa kemi një model që përballë politikës së egër ja ka dalë, kemi një model që me butësi, me ëmbëlsi, me integritet, me qetësi, me këmbgulje ja ka dalë. Në këto kushte, nuk është faj burrave, sepse ja ku i kemi dy model. Tani përshtypej që nuk është çështje gjinie, para se t'ja kalojmë në orë. Nuk është çështje gjinie agresivitetin politik. Është çështje modeli që ti do të ndjekësh dhe është pak tek ajo kopja që po thoshte Zyshnora pak më përpara. Do me thënë ti ke parë 1, 2, 3, 4 modele të cilat janë promovuar më shumë. Fatkeqësia jo vetëm Shqipëri, në fakt, por edhe në politikën botërore her pas here promovohen ata që japin vetes më shumë zë me agresivitet, ndonjëherë edhe në shoqëri fatkeqësisht. Dhe duke qenë se ne kemi këto modele më të promovuar, atëherë ndodh që prandaj ka faj grave në këtë rast, zgjedhjet që bëjnë. Është faj grave në këtë rast, në zgjedhjet që bëjnë. Do të mendoja që politikanëve, se kur flasim shumë grave, Po grave në politikë. Grave në politikë. edhe i burrave. unë mendoj që juve nuk ju ka ndodhur ndonjëherë të jeni në parlament, ju ka ndodhur të jeni kështu si pamje, po nuk ju ka ndodhur të jeni pjesë në parlament dhe të dëgjoni se çfarë klime mbytëse është atje. Pra, nëse do vendosur të jesh pjesë e parlamentit shqiptar, duhet të kuptosh që duhet të jesh shumë e fortë në aspektin mendor, në aspektin emocional, në kodin tënd të moralit dhe në qasjen e jetës tënde. Pra, problemi i parë fillon kur hyn në politikë. Politika nuk të ruan dhe ti do bësh një pakt me vete dhe me familjarët e tu, që ndoshta do të bëjnë edhe pis. Ndoshta do të marrin edhe disa gjëra të tua që ke shumë personale, ti hedhin në tavolinë. Këtu duhet patur një gjë shumë e qartë. Nëse vendos të dalesh në politikë, do ta përcaktosh ti pozicionin, nuk ka rëndësi e burr apo grua, pasi është bërë aq agresive e ashpër dhe është bërë aq shumë pis, sepse vetë politika preu degën e saj. Ç'do të thotë kjo? Në debatet që kanë bërë politikanët me njëri tjetrin, duke filluar që nga krerët e shteteve dhe deri ke niveli më fundor ata që kanë qenë rishtar në politikë, ata nuk kanë lënë asgjë nën mëngë si as, po kanë hedhur gjithçka në tavolinë dhe nuk kanë kursyer as të afërmit, as familjarët, as gjithçka të tyre. Kanë predikuar ndryshe, janë shfaqur ndryshe dhe kanë rezultuar ndryshe. Këto kanë bërë që frikrat ke njeriu të jenë aq të forta, sa që në debatin në parlament ata nuk bëjnë debat. Ata thjesht krijojnë një show të shëmtuar dhe ndërkohë, se pyetja nuk e di se sa milion që është kjo që do ju them tani.
Të gjithë pa përjashtimi, kur keni monitoruar të gjithë deputetët, të majtë të djathtë të qendrës, kur kanë folur për arsimin, kanë thënë sa të vinë këta, arsimi do ta bëjnë një mrekulli. Të gjithë kanë thënë që ne do të arrisim GDP në arsimit dhe nuk ka shans ta kemi 2.3 sa që kemi tani. Të gjithë kanë thënë që ne do bëjmë namin për arsimin. Pyetja ime është, këto zonjat dhe këta zotërinj, sidomos e kam me zonjat, deputete, koleget e mia, që kanë shkuar në çdo fshat, në çdo qytet, që kanë bërë propagandë, që kanë folur, kanë bërë. Si u bën dora dhe ngrën kartonin dhe nuk bëhen të gjithë bashk. Jam bërë një herë, mbaj mend në 2009, kur ne çuam një nga ligjet e arsimit para universitar dhe ka qenë profesor Tafaj ministër, që i bën bashkë të majtë të djathtë për ta kaluar, ishte ligj i parë në arsim me 140 vota. Po si nuk u bën mirë bashk, po një herë të vetme, dhe të thonë, ore, ne kësaj radhe kemi vendosur GDP në arsim, do ta bëjmë 4 të gjithë sikur çfarë të bëhet. Dhe jepin dhe një model të mirë në fakt të njerëzit. Dhe si ka mundësi që ti del flet ndryshe dhe pastaj bën ndryshe. Kjo është gjëja që të bën pastaj, ti të prishësh imazhin tënd, të mos kesh guxim të garosh dhe të dalësh përpara medias dhe të ndëshkohesh apo të japësh përgjigje të merituara, dhe pastaj, duke parë modelin e zotërinjve, zonjat thirrë sillen si zotërinj dhe u mbasin edhe atë që quhet komunikimi qytetar me elegancë femërore. Ju e dini shumë mirë, populli thot gjua kocka nuk ka, po kocka thyen. Dhe nëse ti do përdorësh të njëjtën retorik si një mashkull rrugaç, të përdorësh fjalët e rrugës, qoftë edhe për të etiketuar kundërshtarin, i cili nuk është armiku jot, po është një qasje parë ndryshe, pra ti e ulur në të majtë dhe ai të shef në të djathtë historinë, pastaj ti ulesh në të djathtë dhe ai të shef në të majtë historinë, kurse unë që kam qenë gjithmonë në qendër, kam parë që e majta dhe e djathta janë dy enë karteziane që kanë dhënë e kanë marrë me njëri tjetrin dhe në fund për kauza të rëndësishme duhet të jinte e lira nga shoqëria civile që të maturoheshin, ndërkohë që duhet jetë politika që ta thresë shoqërinë civile dhe të thotë, shiko, unë deri këtu heci, tani kam shumë nevojë për ju se ju jeni mbi palët për ta realizuar këtë gjë. Pra, vajzat dhe gratë e zonja pa dashur ranë në kurthin e politikës së muskujve dhe jo të mendjes, se ne e dim që për mendje gruaja është gjithmonë e shquar. Puna është kur bën dille, dillet gratë nuk i bëjnë dot se janë negociatore shumë të mira. Atëherë gratë nuk e kanë përcaktuar ende rolin e tyre në politikë. Ja vlen të merresh me politikë, ju jeni idealiste. Kam përfunduar politikën ballore, tani jam mentore e të rinjve. Dhe sigurisht në pamje të parë duket sikur ju shtyni që të merret me politikë, po brenda vetes. Kur shikoni politikën e muskujve, ja vlen të merresh me politikë? Aristoteli ka thënë një fjalë shumë të madhe, njeriu është kafshë politike. Dhe unë jam e bindur që ne të treja këtu përtej asaj që quhet tifozeri politike, kemi nevojë që të kemi miq dhe shok që kanë integritet, kanë kod morali, se politika do moral. Jo edhe do moralin, po nëse nuk ka moral mos hyj në politikë. Ja vlen të merresh me politikë, po unë mendoj që duhet të merret me politikë ballore, pra përfaqësuese, ai njeri që në jetën e tij ka bërë diçka. Do të thotë që një njeri i cili në jetë ka ndërtuar backgroundin e tij, ka ecur shkallë, ka bërë atë në politikë që të bësh politikan, nuk mund të jesh i emëruar. Duhet të jesh si puna e ushtrisë. Në ushtri thuaj në kohën time duhet bërë gaveta. Pra duhet të mësosh ca rregulla në politikë. Duhet të kuptosh që janë disa parime të cilat ti nuk i shkel dot, po duhet të kuptosh dhe faktin tjetër që ti nuk mund të luash në asnjë lloj pozicioni për arsye se ti do ta mbarosh një ditë diskurin politik dhe do duash të rikthehesh në profesionin tënd. Po papritur ti ke kapur veten që s'ke më profesion, ti ke bërë shkollë, ke marrë ca diploma dhe quhesh ignorant me shkollë të lartë. Dhe fakti i analfabetizmit funksional në politikë, për fatin tim të keq, në ndjesën që dua t'i kërkoj asaj zonjës, ishte historia e korporatës, që ishte një vajzë
që kishte mbaruar shkollë, po që i kishin vënë të bëjë një rol që ndoshta s'ishte fare roli i saj, dhe ajo në politikë u quajta si analfabete funksionale, se nuk lexonte dot një material, jo më ta kuptonte, jo më ta hartonte ligje. Pra, e bëra këtë shembull se kam qejf të flas për gjëra konkrete, jo për ta fyer dhe gjithë masa e fyeu, po masa duhet kishe vënë gishtin ke koka dhe të thoshte. Çfarë votojmë? Pse ne e quam deri këtu që e vumbe këtë në vështirësi? U tallën dhe me veten. Pra, çdo politikan na pasqynon ne si pasqyr popullin. Dhe nëse ti bën këtë zgjedhje, atëherë ty të humbet e drejta morale, jo ligjore, që të thuash që po çfarë po bën ky politikani? Po ky politikani merr kaq shumë lek. Jam kundra të gjithë kësaj qasje. Politikanin e duhet ta risim, ta mbrojmë, dhe politika është jashtëzakonisht shumë e bukur, se është arti i të mësuarit në jetë. Nëse ti të jesh politikan, do të thotë të negociosh bukur, të kesh parime të mira, të kesh qasje të drejtë, të bësh ciklin tënd të formimit dhe backgroundit tënd, mbasi ke bërë një kontribut minimalisht 15 vite në jetën tënde akademike, në fushën ekonomisë, në gjithë shka që ti ke zgjedhur. Pra, unë jam, nëse do më linin mua që të më thonin, si o ta bësh strategjinë e të ardhmes, që të mos kemi këtë vakum në politikë, dhe të mos kemi këtë handicap që kërkojmë të rinë dhe s'po i gjejmë dot. Duhet të ndërtohen 3 skalione. I pari që janë rishtar, të rinë fare, që kanë idealizmat, kam parë këto ditë një djalë të ri që del në media, më ka pëlqyer pafund, është një 18 vjeçar i mirë, që bën debate të bukura, që ka naivitetin e tij, dhe që këta të rriturit, që janë eksperiencë, i turen atij dhe harojnë që ai fiton vetëm me naivitet, jo vetëm me argument. Po atë nuk duhet ta prishim. Atë duhet ta mbajmë si aset për ta rritur, për t'i dhënë shansin që të formohet. Dhe pastaj në moshën 30 vjeçare është momenti më i mirë për të bërë përfaqësime të garës dhe për të ndihmuar atë që quhet formimi i politikës ku do shkojmë në zhvillimin e strategjisë së një vendi. Është shumë e rëndësishme pjesa e politikës si profesion për mendimin tim. Kam një përshtypje se ne në këtë pjesën e panjohjes së politikës e mendojmë politikën si diçka që mund ta bëjë të gjithë. Dhe nga ana tjetër, nga ajo që po thoshim, un kam gjithmonë një problem, që në fakt nuk është vetëm në rang shqiptar, është edhe në pjesën e politikës globale. Gratë dhe vajzat anatemohen shumë më tepër sa burrat dhe djemtë. Domethënë ne kemi burrat dhe djemtë që bëjnë gafa pafund, ko e tha një grua dhe një fjalë që nuk është e dura, aty bëhet name. Aty fillon një gjithë rjeti dhe është shumë interesante se si gratë dhe vajzat konsiderohen si kategori në politikë. Pra në qoftë se njëra është nuk di të flas apo është e korruptuar, janë të gjitha kategoritë, gratë dhe vajzat në politikë janë kështu. Në qoftë se burrat në politikë bëjnë gafa apo kanë problematika apo janë të korruptuar, janë ata si individ. Dhe kjo, për mendimin tim, është një nga problematikat kryesore që ne dhe duhet ta zgjidhim për pjesën e barazisë gjinore në politikë, po duke u kthyer pak te parlamenti, se unë kam qef atë momentin e vendimeve dhe të votës, sepse ajo është fuqia më e madhe që ka një deputet, po qoftë edhe dikush që është në administratë publike dhe që ka pushtet ekzekutiv. Cili ka qenë vendimi më i rëndësishëm që ke marrë dhe ke thënë po, këtë vot e jap me shumë qef dhe kjo ka qenë arritja, kjo vot është një arritje asaj që kam kërkuar. Përveç ligjit që tanë për arsimin që ishte një gjithmonë kam votuar ndoshta edhe jashtë urdhrit, po vendimarrjes për rastet kur lidhen me problematikat dhe me ligjet sociale dhe që kanë bërë në mbrojtjen e kauzës së fëmijëve apo në mbrojtjen e kauzës së grave, të cilat kanë pasur statusin e gruas të divorcuar, jetime në përfitimet e tyre, apo gjithmonë në rastin dhe mbrojtjen e studentëve. Kam qenë pro tyre, edhe atëherë ku ndoshta mund të ketë patur debate, dhe më kujtohet një nga vendimarrjet më të forta ishte atëherë në debatin shumë të fortë për ligjin e arsimit lartë, dhe më kujtohet që ishte një moment që unë i thash atëherë zotit Meta, që unë tani thash jap dorë hiqen,
sepse unë nuk mund të qëndroj dot më në këtë kaos, sepse isha e bindur që ai ligj nuk do të funksiononte dhe sot e kësaj dite po vuajmë pasojat e atij ligji i cili përtej ndryshimeve ligjore kishte 165 amendime që do të thotë ishte gati ligj i ri. Të që duhet bërë. Dhe atëre ka qenë një debat jashtëzakonisht shumë i fortë dhe më kujtohet atëre edhe dy që më mbështetën ishte zoti Luan Rama dhe Keidi Mehmetaj dhe kemi bërë debat shumë të madh në parti dhe atëre ju unë i thash më duket një veprim jo i drejtë. Ne do ta shohim pasojën, sepse ne nuk kemi të rregulluar mekanizmat e financave për të realizuar financimin e studentëve. Si ideja ishte e mrekullueshme, po nga e thëna në të bërthët populli është një detitor dhe ti nuk mund të marrësh përshtatje të ligjeve të tjera në atë që quhet filozofia e një ligji. Ligji ka një filozofi dhe nuk mund të ndrojë sa herë ti ke dëshirë dhe ligji nuk është një lastik që ti e përdor në interesin tënd, kur iki unë e bëj kështu, kur kthehem unë e bëj ashtu. Kur vi unë dua të shto ujë, shto miell dhe pastaj ai ligji kthehet në forma mebe dhe nuk është më ligj, është amorf, është pa vlerë. Dhe atëherë ka qenë debat jashtëzakonisht shumë i madh, atëherë kryeministri i vendit i premtoi zotin Meta se ai ishte kryetari i parlamentit që unë të premtoj që do t'i bëj të gjitha ndryshimet dhe ky ishte një premtim i pambajtur, se ishte premtim në kalendrat greke dhe kjo është arsyeja vetme që unë pranova duke patur këtë lloj dilli, po themi, dhe deputetët tanë votuan në funksion të kësaj gjëje, duke menduar që me të vërtet do zgjidhet problemi. Pra, të mos bëheshim ne pjesa e panegociueshme për të krijuar problemin, mirë po nga njëherë në politik duhet t'jesh, kur vjen momentin për kauza të mëdha, duhet t'jesh pak, si thot italianët, testa dura, kokë fort dhe të mos pranosh të bësh edhe kur të premtojnë, po nuk janë premtimet me zë dhe jo premtimet me shkrim, se premtimi me shkrim është si thot latini, carta cantam scriptum manum, gjëja e shkruar mbetet. Mbi bazën e kësaj, janë bërë disa gjëra që mua më vjen tani ndjej shumë keqardhje, se kam qenë një zë, po kam kuptuar dhe një gjë tjetër. Kur ti nuk ke votim numër, po ke thjesht një vot, e ti si është ajo vota jote, është aq e trisht, aq e dhimbshme, sepse nuk përbën ndryshimin dhe është si puna e gënjeshtrës me të vërtetën. Kjo vota jote ka dalë si e vërteta lakuriqe dhe duhet bëj dëshiron që gënjeshtra e ka marrë me vrap dhe derisa të dalë ke vërteta të vuan masa që nuk e kupton se si ndodh. Megjithatë kam përshtypjen se paktën në mënyra se shoh unë është edhe një dritë e cila ndizet në një zonë shumë të errët. Edhe njerëzit e kërkojnë këtë dritën dhe e duan këtë lloj drite. Kështu që ndonjëherë ti mendon se nuk e bën ndryshimin, por në fakt kur bëhesh një pikë referimi për gjithë ata njerëz që të ndjekin dhe thon po, ka një ndryshim vogël, ka dikë që ngre zërin ton në politika apo atje me një vot, edhe vota e bën ndryshimin, ndonse një çik më afatgjat. Edhe të ndjekin pastaj bësh e besueshme si individ. Sa herë ti diskuton për kauzën e radhës, thuhet ndalojmë tani të dëgjojmë. Po, problemi që ka folë dhe ka bërë këtë gjë. Njerëzit duket shumë interesante, njerëzit duket sikur nuk e ndjekin politikën. Realisht në gjithë këtë në 20 vite të paktën që unë jam marrë me politikë, e kam kuptuar që njerëzit janë shumë të qartë se kush është për ta në politik dhe kush e ka zërin e tyre dhe kush është në politik për arsye tjera dhe nuk e ka as besimin e tyre dhe as votën e tyre në fundit. Dhe duket pastaj edhe kur e lën politikën. Në mënyrë se si njerëzit sillen kundër tyre, aktorët si media sillet kundër tyre ose qytetarët, njerëz të cilët unë njoh zonja nderuara, të cilat janë Ermelinda Meksin. Shumë e dashur, shumë e mirë. Është nga ata njerëz të cilët unë gjithmonë kur kam diçka do shkruaj dhe më vjen gjuna që është jashtë. Arta Dade. Do të thënë jo të gjithë dalin keq nga politika. Këto janë modelet që ne japim. Dhe prandaj mua e pyeta Zyrshën dhe thash, është zgjedhje individuale sepse ka gra të cilat në situata shumë të ndezura politike, me lider që kanë qenë shumë imponues në domene burrash edhe më të forta se sa janë tani me balanca ekonomike edhe më të forta.
dhe prap kanë dhënë modele të jashtëzakonshme që mbahen mend, e përqafohen, e duhen, edhe pse kanë vite e vite e vite. Si them ne jo të gjitha grave dhe zonjave themi zysha. Apo jo, vetëm për të bërë dallimin e ndjesës. Mendoj që gratë e kanë zgjedhje do me thënë, e kanë edhe motiv, janë shumë motivues, pra kur shkojnë në politikë gratë nuk bëjnë dille. Pastaj gjatë rrugës, varesh si puna e Baba Carlos, varesh me kë qëndron, kush janë shokët, dhe shokët janë shumë në politikë janë shumë të rëndësishëm ata që të rrethojnë, ata që ti përzgjedh, dhe ata që thonë se në politikë nuk thonë gjithmonë të vërtetat, thonë gjysmat e të vërtetave. Dhe këto gjysmat e të vërtetave janë shumë tragjike më pas kur dalim, por unë ditë them që gratë kanë që negociatore shumë të mira, menaxhere të mira, dhe mendoj që ne duhet të kthejmë një qasje komplet tjetër si duhet ta shohim politikën. Dhe duhet të lobojmë fort që politikanët të mos presin më pemën e tyre, sepse po të shohësh popullata ka më qef dhe më siguri ke ata që i mbron, se sa ke politikanët që në fakt duhet ishin ata pararoja e të gjithë gjërave. Tregon që është ulur imazhi politik dhe nuk kanë durim të presin dhe të thonë se u bë shumë gjatë tranzicion. Duhet ka ardhur një moment që kjo politika dhe këto zgjedhje tani janë shumë të rëndësishme se duhet të jenë fundore për mbylljen e tranzicionit të zgjatur. Dhe prandaj roli i atyre që do marrin përsipër politikën për të bërë aktor është edhe më i vështirë tani. Zyrtare, duke qenë se ju patjetër keni një kontribut edhe e folëm e thekëm pjesën e arsimit dhe ka qenë një nga ato fushat në cilën keni kontribuar shumë, çfarë mendoni se duhet bërë që arsimi shqiptar të jetë aty ku duhet sot? Kam përshtypje që nëse ta hapim të dyja. Kjo është një pyetje $1 milion, se kuptoj, do ta hapim të dyja. Cilat janë disa nga temë, unë do të kërkoja pastaj të bënim një podcast që duhet të ishte 6 mujor. Me pak, nëse do kishim të 30 sekondë. Do me të në 30 sekondë që në ascensorit unë do thoja që arsim pa para nuk ka. Të gjithë ata që do vazhdojnë të thonë që do bëjmë arsim dhe nga lënë në këtë gjendje është e pamundur të bëhet ndryshimi. Mjafton vetëm buxheti? E para është buxheti, e dyta është strategjia se ku do t'i çojmë, si t'i mbajmë të rinë tanë. Dhe të mbash të rinë tanë do të thotë të ngrësh standardin jo ke universiteti, po ke parashkollori. Neve nuk kemi ligj për çerdhe. Kemi dashur edhe bashkë për të vazhduar pastaj. Element tretë është statusi i mësuesit. Mësuesit i duhet dhënë status. Japonia pse ka të vlerësuar? Se kemi statusin e mësuesit aty. Se nuk e flet asnjë, si puna e pensionistëve që dalin lart e poshtë dhe ju flasin pensionistëve, dhe ndërkohë asnjë nuk ka bërë ligjin për moshën e tretë. Ka bërë ligjin për pensionin, por nuk është ligj për moshën e tretë. Ligji për moshën e tretë është një ligj integral që unë ja u lash në parlament kur i ka. Është aty, dhe unë mund t'ja u sjell me shumë dëshirë dhe atëherë të dalin dhe t'i mbledhin pensionistët, se më duket se po vazhdojnë politikanët, ndjes, po do ta them, që të luajnë si me arsimin. Tani po shkojnë të takojnë pensionistët se ju duhet vota, për t'ju thënë që shikose në do t'ju rrisim pagën, të nderuar pensionistë, aman ju lutem, shikojeni veten tuaj se ju jetoni të tashmen. Dhe ne duhet ta ndërtojmë duke vlerësuar të shkuarën për ta ndërtuar mirë të ardhmen. Mos besoni vetëm kjo ngritja që nuk është e reale, po është virtuale, është vetëm një indeks. Po besoni ke ai program që realisht ju të shikoni që ka një ligj specifik për ju, që quhet ligj integral, që ju jep shërbime të dedikuara. Ju në 2025 jeni pa ligj, nuk përfaqësoheni si shtres. Çfarë do ndryshonte ligji me pak fjalë? Gjithçka, duke filluar që nga shërbimet që do jepeshin në shtëpi, shërbimet të dedikuara në komunitet, gjysmat e të gjithë shpenzimeve për jetën sociale, të moshuarit nuk kanë jetë sociale, dhe ato që quhen shërbime në pushtetin lokal, që do ishin shërbime ambulatore, që një i moshuar nuk ka mundësi, se janë të dy të moshuar, i kanë prindrit jashtë, fëmijët jashtë, dhe nuk kanë mundësi për të shërbyer, atëherë skuadra, flotat e shërbimeve do vinin në shtëpinë e tyre për të mos ja u prishur shtëpinë, dhe do ndryshojë gjithë qasja e komunitetit. Është një super ligj është bërë
me specialistët më të mirë, gjerman, austriak, dhe është modeli më i mirë dhe nuk ka kosto të madhe. Në buxhetin aktual që kemi, ne mund ta kishim realizuar dhe mund të ishim nga vendet e para që mund ta realizonim këtë gjë. Do t'ja u japet lirë ligjin dhe do ta shikoni që do t'ju pëlqejë shumë dhe mund të bëhemi të gjithë bashkë një zë. Mund t'ja ofroj dhe partive politike, nuk kam problem. Personal që do ta ndjekim dhe ti di që kur i ndjekim bashkë gjërat Dhe i çojmë deri në fund, po. Në këto rrethat që ke aty, në këto minutat e fundit, neve kemi këtë pyetje që i quajmë sfiduese. Do zgjedhësh njërin, nëse nuk të pëlqen, do ulesh, do marrësh tjetrën, po unë jam e sigurt që ti nuk i ke frikë sfidat, kështu që njërin prej tyre mund të zgjedhësh dhe përgjigjesh në pak sekonda. Cila do të ishte pyetja sfiduese? Po e marr nga e majta. Po e marr nga pjesa e zemrës. Thuhet se në politikë shqiptarët nuk ecin, po nuk bëre ato që thot lideri. Sa herë ke kundërshtuar liderin politik? Nuk është tabu. Pra nuk është se është thënie absolute. Që ka dalë miti? Miti, kush ngret zërin dhe pritet kokën. Në fakt për hir të së vërtetës, unë me zotin Meta që ndjehem shumë keq që sot është në atë lloj pozicione dhe shpresoj shumë që e drejta të dali ashtu si duhet, kam patur një marrëdhënie jashtëzakonisht shumë lojale dhe me zonjën kryemadhe më pas. Ndoshta mund të kemi që zëri më i fortë që kam bërë debate, nuk kam bërtitur, kam bërë debate, kam argumentuar dhe për hir të së vërtetës. Pas pastoja apo ke patur Jo, ata e kanë vlerësuar mendimin tim. Pastaj gjatë rrugës nëse është zbatuar, ka qenë apo ka ndryshuar, kanë qenë interesa të tjera, se asnjëherë LSI-ja ose Partia e Lirisë nuk ka drejtuar vetëm, ka qenë gjithmonë pjesë dhe ju e dini shumë mirë, si në një familje ti mund të kesh shumë ide, por pastaj edhe ata që shfaqen dhe thon tani që shikon ne jemi të pastër, këta ishin pis, nuk janë ashtu. Kjo është histori që nuk ja vlen sot. Do ta diskutojmë një herë tjetër, kur të qetësohen gjakrat, kur të dalin faktet dhe kur të kuptojnë që sa i vështirë është të qëndrosh pranë njeriu që ndryshe shfaqet dhe ndryshe është. Ajo që mua më ka bërë mirë ka qenë që mua asnjëherë leadershipi i partisë nuk më ka detyruar të dalë dhe të them atë që mendon ai. Gjithmonë, po asnjëherë nuk kam qenë e frustruar. Ama ka qenë një gjë. Unë kam qenë e bindur për gjërat dhe i kam thënë unë deri këtu shkoj. Këtë pjesë nuk e bëj dot. Kthehemi te kodi moral. Po, dhe kam zgjedhur të kënaqshmen me të moralshmen për të mos u bër pis. Sigurisht, tërkala kam marrë, se kam marrë koston e partisë ku kam aderuar dhe unë kam qenë e ndërkeqshme. Por unë vetë nuk jam tjetërsuar dhe mund të them që i kam provuar të gjitha provat të zjarit, të ujit, të pushtetit, të paras, të pozicionit dhe fatmirësisht e kam ruajtur genuinitetin tim në kuadër të forcës së fjalës dhe të kodit tim të moralit. Se ne prandaj kemi zysha dhe të kemi shumë gjë. Ky është një nga mesazhet më të bukura me të cilën ne mund ta mbyllim këtë episod, por në fakt të nisim një diskutim shumë të madh. Politika me integritet është një zgjedhje, politika me integritet është e mundur sepse ka njerëz që e bëjnë dhe ka njerëz që realisht besojnë në një politikë më të mirë që do të bëjë një Shqipëri më të mirë. Shumë faleminderit Nora Malaj për të gjitha këto mesazhe që dha sot dhe për kontributin që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni në politikën dhe në shoqërinë shqiptare. Faleminderit që ishit edhe sot me ne në episodin e radhës të Vox Politics, një podcast i cili realizohet nga Rrjeti Barazinë Vendimarrje me mbështetjen e Westminster Foundation for Democracy dhe ambasadës britanike në Tiranë. Shihemi në episodin e radhës me personazhe të tjera, me histori dhe me hapa që mund të hedhim së bashku për të mbështetur më shumë vajzat dhe gratë në politikën shqiptare. Nga unë, Edlira Çepani, Vox Politics, mirëpafshim.